Sot të dashur shqiptar në orën 2:30. Drejtori i përgjithshëm i policisë i riu që është zgjedhur, Zoti Hita, paraqitet në orën 2:30 para Spakut, duke vizituar me krye të Spakut Zotin Braho. Shqiptarët dofta duhet ta dinë se kush është Zoti Braho, sepse ka pothuaj 3 muaj dhe s'ka bërë asgjë. Në sy të publikut, i ka punuar, por në sy të publikut thonë s'ka bërë asgjë. Zoti Braho, mbasi mbaroi shkollën, ka qenë për herë parë prokuror në Berat për disa kohë. Nga Berati ka kaluar në Vlorë dhe nga Vlora në Tiranë. Në dhjetor të 2019, në dhjetor, po e përsërit, të 2019, ka hyrë Spak. Po thuaj në Spak të dashur bashkëdhetar shqiptar, ka 65 muaj që punon në Spak, që paguhet në Spak, që paguhet nga taksat e Amerikës, që paguhet gati $10.000. Unë sot, kryetarit të Spakut, Zotit Braho, i them, ke 65 muaj gjise, ke 3 muaj që je kryetar. Në publik të dhenat që mi japin, po unë e di fare mirë punë e Spakut, Spaku punon 12-13 orë në ditë, kurse shqiptarët janë edhe nuk besojnë me ke Spaku. Për arsye sepse Zoti Braho ke 3 muaj, i thonë 3 muaj, që ke në Spak. E fillove ditët e para me zvenc kryeministrën, me zonjën Balluku. Pra, sot ke ftuar në zyrën tënde drejtore policisë. Shqiptarët presën pa durim. Arestimet që janë thënë dhe që duke në publik që s'kan legje pa vjedhur, pa vrarë në tokën e Shqipërisë. 2 partit, shqiptarët e mi ju e dini mirë, të 2 partit u kanë vjedhur me një farë kushtetute e erdhur nga Serbia, e pregatitur, i dhenë në dorë të ish presidentit Alia, mbasi partit në fillim e pan programin, e shtuan e disa pika me ish kryetari gjoja e Partisë Republikane, Sabri Gotwa, me shok. E futi edhe 7501. Ajneni i të mërshëm, që i quajnë pronarët e Shqipërisë ish pronarët. Ata janë pronar e do t'jenë, jo vetëm ata, po edhe në stërnipat e ardhshëm. Do të marrën pasurinë e tyre. Po unë do flas 1 minutë përsëri për Spakun. Shqiptarët e mi ju kam thënë që në fillim, Spaku është në kontroll nga Amerika dhe byroja kombëtare. Vërtet ju jeni mërzitur, vërtet ju s'po besoni, sepse Dumani bëri disa arestime, Ilir Metën, kryetare Bashkisë të Tiranës, disa ministra, pa ata janë mizat e kalit, shqipfolësit, kurse ju, Zoti Braho, si prokuror me eksperiments, keni qenë me qytetet më të rëndësishme, sidomos në Tiranë, Vlorë dhe Berat. Zoti Braho, koha iku.
Nuk ka me muaj, po ka me orë edhe as me ditë. Përfundo arrestimet që e ke në tavolin e ti të firmosura, flet arrestimet. Nuk është një, zoti Braun, shqiptarët e mi duhet ta dini, nuk është një e dy, po janë qindra, po thuaj dhe mira. Për 35 vjetë që i kanë bërë shqiptarëve, i kanë përzën, u kanë dhenë pension qëllimisht nga $80 në muajt, dalën disa në Tiranë një intervista dhe thonë, ne barëm nga $400-500 në muaj. Shqiptarët e mirë, ju e dini kush janë ata. Ata janë ata që kanë punuar në Ministrinë e Brendshme dhe bolshevikët komunistë që u kanë vrarë baballarët, edhe eshtrat nuk i dini ku i kanë. Ata marrën nga $500-600, ata që rrinë me Republika në për tavolinat e Tiranisë, duke lojtur domino e duke uruar Edi Ramën. Kurse shqiptarët e mi 97% të Shqipërisë marrën $70 deri me $100. Po pse marrën $70 deri me $100? Sepse Shqipëria ka qenë kooperativa dhe ferma. Kolkoz, emri sërb dhe rus. Gjithë Shqipëria ka qenë në ferma e kolkoz, kooperativë. Kanë marrë jo me para në muajt, në ditët, po minin pika. Dhe më në fund, punonin shqiptarët më keq se kafshët. Punonin duke mbajtur fëmijët në kurriz, e duke prashitur, e duke prerdru, e duke pjell vresht e ullin. Shqiptarët kanë hequr të zitë e ullirit për 46 vjetë. Të mos e zem aq se 1000 herë kemi thënë, po duhet flasëm për 35 vjetë. Le pension që nuk u kanë dhenë, i kanë bërë shqiptarë si slev, e slevit kishin mëngjes, kishin drek, kishin dhe dark, kurse shqiptarët e minj të shumtit flenë dhe pa bukë. Të shumtit janë pa ilaçe, sepse shqiptarët nga punë e rëndë që punuan në regjimin komunist, pangrën vetëm me tallona. Kurse në regjimin 35 vjet nuk i lenë të mbjellën zarzavate, perime o grur e misër si që kemi në zakon. Nuk i lenë për arsye se i sjellën nga jashtë. I ngrenë çmimet sy të doj qefi, që t'jenë të paktën edhe të sakta, po janë ushqimet që nuk janë edhe kafsha dhe derra si e themi ne shqiptarë. Shqiptarët vuajnë për ilaçe. Ilaçet e shqiptarëve janë të skaduara prej 2 vjetë, pamarësisht se i vjen një etiketë sikur janë të freskëta. E di qeveria e Berishës dhe Edi Ramës, por bëjnë para, janë farmacitë e tyre. Janë doktorët e tyre që shërbejnë doktorët. Dhe doktorit të dërgonë me farmaci, ati ku duhet pastrojnë farmacin nga ilaçet e skaduar. Është mbushur spitali plot e përplot. Pa batanie, pa ilaçe. Dveç ta shëgosh vizitorin, që në dera që ty hysh në roja, po mos i dhe 10.000 lek, a i së fut. Po se shkaq, do hysh më derë brënda, do gjesh pastruse, do t'japsh edhe asaj para. Kalon do vesh afër dhomës, ku e ketë smurin, pa batanie, tamam si kafsh, i shtrirë në tokë, të rrallë janë në përkrevatët, edhe atje do t'japsh para. Kur ta shosh i fremerin që të vi të bëjnë gjilper, e mban gjilperën në dorë, nuk ke fut në trupin e të sëmurit, gjesa ti t'japsh para. Edhe ati edhe para. Vjen doktori, e shumë i sëmur, duhet aperim.
o mos 50%, janë aperuar njerëzit që nuk dushin. Duhet aperim, por aman, thot doktori, duhet shkon nga xhepat. Duhet t'i jap sheti $1.000. Shqiptarët e mi që ka zënë. Amba vërtet, edhe nga syt nuk po shihni më. Nuk po shihni se ju i keni mësuar të përgëdhelur. Që në roja dhe deri në pastrusja, në infermeria e në doktori. Pra shqiptarët e mi, erdhi fundi. Erdhi fundi kryetari i Spakut. Unë po e them hapur para publikut tim shqiptar. Jo vetëm të Tiranis, po të dëgjojnë. Ne kemi me miliona njerëz që shikojnë për Shqipërinë e kufimin natyror. Po shikojnë edhe Malizi, shqiptarët tonë të Malizi, e shqiptarët e Maqedonisë, e shqiptarët e Kosovës dhe armanitas shqiptarët që janë në Greqi. Nuk e kam fjalën për emigracioni. Sepse për 35 vjet të dashur shqiptar, janë 3.500.000 që kanë ikur nga Shqipëria nga syt këmbët, nga e keqja, sepse nuk i kanë duruar dot këta njerëz, ato që thash më përpara. Sepse i shinin prindrit që mbinin $80 në muaj, e shinin shokun e tij, o po vetë, mirte $600 si polic, e uzmeqari mirte akoma më tepër. Shqiptarët e mi, 3,5 milionë janë jashtë adheut. Po ne kemi egzakt të dashur bashkëtetar shqiptar jashtë adheut që kanë ikur për këto 35 vjet, Kosovar, shqiptarët e mi, Maqedonas, Malizi. Janë 6.300.000 që janë jashtë adheut, që presën natë ditë të rikëthejnë në tokën e tyre. Kur them në tokën e tyre, në tokën e kufinjve natyror. Shqiptarët e mi, ne e kemi krijuar qeverin teknike. Dofta për disa që s'u vjen mirë, kur them e kemi krijuar qeverin teknike, nuk u vjen mirë. Unë sot që po flas në televizorin TV Shpresa, po flas si misioner i hershëm e i sotshëm, si kryetari i Shpresës të Kombit, si kryeministër i qeverisë teknike. Po u flas shqiptarëve të mi, unë di se qa bëj. Vërtet, jemi në zyrë, po ne nuk flem as 3 orë. Kemi filluar organizimin, kemi filluar t'i zgjojmë të rinjt, studentët, profesorët. E filluam që nga Dardani, preardhjen e Shqipërisë që kemi, do me thënë që nga Shkupi, fillovi Shkupi. Filluan profesorët, jam takuar, po thoj 2 herë, privat dhe në zyrën time. E organizuam, e filluam nga Shkupi. Pse e filluam nga Shkupi? Sepse aty kemi armikun ton, Sërbin. E filluam afër kokës tonë. Sepse pamarësi se ne e kemi pasurin, toka e Shqiponja është deri në Beograd. E filluam me Shkupin, dual studentët, më shumë që ishte flamur, do me thënë çdo shqiptar nga 2 flamur, në Bres, në mbrapa Kurrizit, për para u bëhe papar. Sa u trondit, jo Maqedonia po e janë shqiptar, po u trondit Beogradi. Për arsye e filluam aty. Shumë shpejt, do shkoj në Hor dhe në Strug. Për aty, do lajmërojmë studentat e Kosovës, studentat e Prishtinës, të universitetit ata po më dëgjojnë. Profesor, ju që jeni me studentët, erdhi koha të dilni me flamuri shqiptar, sepse Kosova, politika e Kosovës që është e shtrembër, që nuk është puro shqiptar,
Politika mban një flamur me ngjyrë greke dhe me ngjyrë serbe. Flamuri i Kosovës, i patriotëve, i stërgjyshve tanë në Kosovë, kanë luftuar që në kohën e Skënderbeut me shpatë kundra Serbisë, kundra mbretit të serbëve. Kanë luftuar me shekull, janë vrarë, dhe emrat e tyre nuk dihen asnjë vend. Eshtrat e tyre nuk dihet ku janë. Mbasi luftës së dytë botërore, Kosovën e mori Serbi, përsëri, u shkëput. Kosovarët, 3 muaj të ballit kombëtar, të gjithë Kosovës, ishte vetëm balli kombëtar dhe bolshevikët sërbë, titistë, luftuan. Kur ata e zaptuan Kosovën, jo që luan, po e zaptuan Kosovën, i mbushën trenat për t'i shperë në Beograd. Nuk panë gjë tjetër vetëm kapelat. Kapelat e shqiptarve. Kapelat me shqiponjën dy krenare. Po kush e bëri këtë? E bëri tirania. Bashkëpunim me Racën e Meladim Popovicit dhe Dushan Mugoshës. Po kush ishen këta? Një qushe Ramis Alia dhe një e quajtur femër, një Gjimije Hoxha dhe një Palaq, po janë të tre të vdekur. Sabri Godu. Sabri Godu a me grad Toger. Po të pyet sot të dashur shqiptar, në Mirdit, në Tropoj, në Kuks, në Shkodër, në Malsin e madhe. Tradhtin që ka bërë, që janë vrarë me qindra patriot. Filluan që me 45, nuk lanë me patriot. Ata ishen patriotët që luftuan, dhe disa që u këthuen gjoja me nacionalizmi. E dini që ishte për nacionalizm, por më 45-ën u deklaruan bolshevik. Edhe ata i vranë në për shpirat, në për sturirat e tyre, në për kishat e në për xhamit. Filluan të vrisin njerëz të pabes, dual, disa nga fetarët. I vranë shqiptarët më të mirë, i vranë ata që e mbanin në gji kushtetutën, do me thënë ligjin e Malsisë. Atë ligj që e mbanin, që ndodhet sot e në Amerikë, kanuli. Atë ligj që kemi ne edhe sot, do të bëjmë, e kemi përkëtyer nga anglisht në Shqip. I vranë patriotët e Shqipërisë, po jo Kosovar. Mbas 99-ës, Amerika filloi të bombardonte urat. Në Beograd u krijua UÇK. Ju të UÇK-s më dëgjoni me vëmendje që kam qenë vit në atë histori. Presidenti i Amerikës, unë kam qenë me mision për çështjen e Evropës dhe jam prapë. Presidenti i Amerikës Clintoni, duke lexuar letrën para popullit amerikan, që kemi luftë me Serbinë. Kishte, po thuaj, 8 orë bombardimi. Mbas 8 orë e lexovi letrën. UÇK-ja u krijua dhe kryesori që ishte Thaçi, djali i ri, buzët me qumësh. Ishte organizator. Hyn familjet më të mira të Kosovës. Filluan të luftonin dhe të mbronin vendet e tyre, që quhet UÇK. Pavarësisht se nuk është koha sot të themi se kush nuk e firmosi e kush e firmosi. Por historia do të shkruhet, e shkruar, dhe do të dali me qindra dhe me mijëra volume që kanë bërë për kohën e tonë të Shqipërisë. E them Shqipëri, sepse Kosova është krahinë e Shqipërisë. Pra arritën e ndanë, e bën një shtet i dhanë një flamur. Dakord, mund të jemi. Pra atë periudhë kur u formua. Por ligji është më të gjithë botën.
Nëse një popull do flamur e vetë, do historinë e gjyshit e sërgjyshit, ka të drejtë në atë moment të kthej. Por disa shqip folës, o më mirë të themi mizakali, arritën dhe mbajtën atë flamur dhe sot. Në parlamentin e Kosovës është ai flamur. Në zyrat e presidentes ota asaj që ka vajtur sot, presidente ka ca ditë, është flamuri me ngjyrë sërp dhe me ngjyrë greke. Pra, studentët e mi, ju jeni shpresa e kombit. Pra, shumë shpejt do t'u lajmërojmë të dilni si doli në Shkup. Fati i Shqipërisë është në duarën tuaj, është në dorën e studentëve. Pra, do bëni gati profesorët e universitetit në Prishtinë, në të gjithë vendet, kudo që janë edhe gjimnazet, të mblidhen me flamur në dorë, me këtë flamur, jo me atë flamur që e mban Kurti. Ky është flamur, ore Kurti. Pra, erdhi koha. Do kthehem drejtje në Shqipëri. Të dashur studentë e Shqipërisë, të Tiranisë, të Shkodrës, të Durrësit, të Elbasanit, të Lushnjës, të Fierit, të Vlorës, të Gjirokastrës, të Korçës, të Pogradecit, të Elbasanit, të gjithë Shqipërinë. Erdhi koha e juaj. Shqipëria do jetë në dorën tuaj, në dorën e intelektualëve, në dorën e studentëve, në dorën e shpresës të ardhshme të kombit. Në dorën tuaj është, ne u japëm Çelsin e zyrës, Çelsin që do t'jini në qeveri, Çelsin që do t'jini ambasador në gjithë botën, që kur të flisni ju, të tregoni historinë e gjyshëve, të tregoni historinë e eshtrave të gjyshëve tuaj, që nuk dihet ku janë. Ti thoni që ne kemi në Tiranë, pranë Skënderbeut që na ka ngelur. Të shkruajnë me Germa Floriri tekstualisht, si që kemi bërë më 2001 këtë program, këtë hartë, edhe kemi bërë aty në muri Skënderbeut do bëhet, do shkruajnë me emra dhe me boj Floriri. Student, erdhi koha. Do kthehem deri në Malzi, në Podgoricë. Shqiptarët e mi, studentët Podgoricë, ne jemi duke vizituar me profesorë, ne jemi duke vizituar me intelektualët, pamarësisht se çfarë kanë qenë. Kanë qenë edhe kryeministër në Maltëzi. Unë u biftes. Erdhi koha e juaj. Erdhi koha e realitetit. Janë tokat e Shqipërisë. Janë të lyer me gjak. Nuk është kot ky flamur i kuq, është me gjakosur. Nuk është kot shqiponja e zezë, është nxirr nga të vrarët, nga sërbët që na kanë vrarë, nga grekët, nga francezët, nga englezët, nga armiqtë tonë shekullor. Ne e dim historinë mirë e luftën e parë botërore. Ne e dim mirë e luftën e dytë botërore. Si një Churchill, një bolshevik me gjithë cigare në gojë, së bashku me bolshevikun rus, Stalinin, e firmosën dhe adhanë Shqipërinë, sërbit. Në Shqipëria që quhet sot nëna Shqipëri, e rrethuar me temre, me tela, e bën kamp për qëndrimi komplet Shqipërinë. Shqiptarët e mi, erdhi koha. Erdhi koha e juaj. Erdhi koha e rinisë. Shpresat që kam thënë që ditën e parë, shpresat i kam në të rinjt, në intelektualët, shpresat i kam në profesorët, në inxhinierët, në doktorët janë vërtet, shpresat i kam në ata që janë me diploma, shpresat i kam me ata që janë jashtë atë dheut tim, që janë 6 milion e gjysmë gati. E kam fjalën nga Kosova, nga Malizi, nga Maqedonia edhe nga Shqipëria, nga nëna Shqipëri.
koha erdhi shqiptarët e mi. Mblidhuni. Mblidhuni ta festojmë së bashku. Ta festojmë në këtë tiranin që ka shkatruar kombin e Shqipërisë. Dikush mund të më thotë, po pse tirania e ka shkatruar? Po. Tirania e ka shkatruar që më 46 vjet, me regjim bolshevik, me 35 vjet e shkaktar, që ka bërë dëm edhe në Kosovë, politika e Shqipërisë. Partia e quajtur demokrate dhe partia e quajtur socialiste. Nuk i ze në gojë bishtat e tyre, ato maraushgat e vogla nuk i ze, ata janë që bin hiso, u japën nga një kosk, u japën nga një rrok, u japën nga një vil, edhe ata bin hiso. Kanë krijuar 100 e ca parti, të 100 e ca, edhe ata nuk e njohin vete, edhe ata familje tyre nuk votojnë. Të dashur shqiptarë, në Shqipëri, e the me kompetenca se e di mirë, 35 vjet ju nuk keni votuar, pavarësisht se ju keni hedhur në kuti, vota juaj është hedhur në lanë. Janë ndjegur, është bërë plani, njëherë Tamir TPT, njëherë PS, njëherë Berisha, njëherë Nano, njëherë Ilir Meta, njëherë Majko i Majkove, që nuk janë shqiptarë. Pra, shqiptarët e mi, mbajni më çfarë po them, ditën që ju do t'jeni në qeveri shumë shpejt, ditën që ju do gëzoni, do t'u gëzoj, buza do të qeshni, kur t'i shihni prindër tuaj me një pension modern, se kanë vojtur, por është në 10-ta. Të gjithë ata, po e përsërit e njëherë, që më në 10-tën, dhe deri në këtë minutë që unë flasë, që kanë qenë kryeministra, ministra, drejtor, komune, kryetar bashkie, nuk do të quhen më. Jo pension që s'kanë, por do të verifikohen gjyrmë pas gjyrmi. Ne i dim ku i kanë bërë para dhe se kanë bërë. Nëse i kanë bërë me djers, unë them jo, por nëse i kanë bërë me djers, do t'i japëm e një shtëpi më të bukur tjetër. Ka shumë ndërtues Shqipëria, janë të aftë, po si kanë lënë. Pra, ndërtuesit e Shqipërisë janë të zotë, por aman do kenë lirinë e tyre, por aman nuk do kenë, si shtonë, kanë miliona dollar, kanë vila dhe hotele. Jo, nuk i bëndot. Këto do t'jenë të shqiptarve, të 97% të shqiptarve, do marrën hotelet, do marrën gratis çdo gjë, pasurinë, do kthehet përsëri. Pasuria në pronarët e realitet, në pronarët e ligjshëm, që stërgjysht e tyre, baballarët e tyre, gjyshrit e tyre, i kam blerë me flori duke punuar në Amerikë. E them në Amerikë, dashur shqiptar, për arsye se në Amerikë gjithmonë kanë shkuar në Amerikë që kanë punuar me vite dhe janë kthyer dhe kanë blerë pasuritë e tyre. Po të llogariq mirë, të dashur shqiptar, kodra, fusha, çka në Shqipëri kanë qenë private. Nuk kanë qenë të dikujt tjetër, sepse ka qenë toka e shqiptarëve. Pra erdhi koha e juaj, të dashur shqiptar, pamarësisht se lufta e tretë është shumë e ashpër, është shumë e hidhur, po jo për shqiptarët. Pamarësisht, dashur shqiptar, se propaganda është hapur këtu, se Iraku, më falni, Irani, do bombardoj Shqipërinë. S'është e vërtetë. Sepse populli i Iranit nuk është kundra popullit të Shqipërisë. Populli i Iranit, politika e Iranit, qeveria e Iranit është kundra dy partive, që e quhet një PD e një PS. Kundra dy partive. Pse e them këtë, dashur shqiptar? Jo kundra antarëve të thjeshtë, kundra kryesorëve që kanë 35 vjet që s'ka lëviz nga karrikja, që janë gjithmonë bën deputet, janë të njëjtin ministra, të njëjtin kryetar partie, sidomos në PD s'ka lëvizur për 35 vjet është dhe quhet Sali Berisha. Kurse në PS ka qenë Majko, Ilir Meta, kanë qenë gjithë
Nanua edhe Edi Rama për 15 vjet. Pra dashur shqiptar, erdhi koha e juaj. Ne jemi gati për çdo gjë. Siç e thash më parë, unë qeverinë e kam krijuar. Unë pres intelektualit. Dikush mund të thotë, po mirë mo Pilinçi, kur shkosh në zyrët të reja, ne do vim shqiptarët e mi. Kur bëhet plani një lufte, para se të vesh në luftë, do mësosh një herë si do zbrazet arma, do marrësh planin e armikut, ku ndodhet dhe si ndodhet, dhe çfarë do bësh. Ashtu është dhe qeveria. Para se të vesh, duhet dish se kush je, kush ke qenë, çfarë ke bërë, sa ke bërë ti, sa javë je ti për familjen tënde. Vërtet ke qenë në punë, ke punuar, apo ke ndeju tër ditën në kafe edhe ke bërë llogje, ke bërë përçarje, apo vërtet quhesh avokat, apo quhesh gazetar, apo quhesh jurist, dhe flet në për televizor dhe ke marrë para deri tani, quhen të vjedhur. Je parazit. Pra, unë kam për ftesë të gjithë mua më kanë erdhur me qindra dhe me mira që mi kanë dërguar nga të gjithë anët. Por tani, jam i gëzuar për arsye se e fillova për së mbari që nga Shkupi. E pat dhe vetë të dashur të rinj kudo qini në botë, në Amerikë kudo, hapni televizorin dhe shikoni në Shkup, si u mbush Shkupi, bulevardi, ura e Shkupit. Ecnin shqiptarët të gëzuar, të rinj, nga 20 e ca vjet, me gjithë profesorët e tyre, edhe familjarët e tyre, shpërtheu të dashur shqiptar. Nuk mbahet më. Apo i them të Tiranës, ju studentë e Tiranës, lëvizni. Nëse ju jeni vërtet student, pe familjeve të rregulla, ngreuni. Sepse, kur ju të mbaroni universitetin, ose e keni mbaruar në Tiranë, nëse ju jeni intelektual vërtet, keni mbaruar shkollën vërtet e jo me diploma falso, rruga juaj ishte matandetit. Sepse këta nuk pranojnë intelektual, sepse këta pranojnë lumin e lumit si që janë vetë. Ka intelektual në Tiranë që janë pa punë, pra shqiptarët e mi. Përsëri e përsërit. Arrestimet janë në pragu i derës të çdo njeriu që ka vjedhur, që ka grabitur, që ka larguar shqiptarët për të ditit. Po nuk janë vetëm këta dashur shqiptarë. Ne kemi ambasadorë që do arrestojnë. Ne kemi ministra që janë në shtetet e tjera, që kanë vjedhur tokën e Shqipërisë, që kanë ngritur hotele në Shqipëri, që kanë ngritur hotele vend e pa vend, që kanë prishur klimën, kanë prishur vendin që s'duhej ngritur. Janë ngritur kulla me çdo gjë. Por ne të gjitha që janë dashur shqiptar do t'u japim shqiptarëve. Kullat që janë për Tiranë, për qytetet, do t'i kthejmë në familje. Pse e them këtë, do t'i kthejmë në familje? Sepse dashur shqiptar, po bëhen të rinjt e të rejet, nga 30 e ca vjet, 35 vjet, pa martuar. Më kanë ardhur në zyrë me qindra. Të njëjtit kishën problem. I pyesni, a keni fëmijë? Ne jemi pa martuar. Pse? Sepse ne kemi vetëm një dhomë e një kuzhinë. Jemi 2 vëllezër e 2 motra. Jemi vetëm 2 vëllezër. Tjetri. Por ajere, pse s'mirni? S'kemi, jemi pa punë. Familjen e kemi me pension $80. Vetë jemi kemi mbaruar universitetin ndim 3-4 gjuhë. Nuk kanë shtëpi. Kjo është qëllimi dashur shqiptar. Ju nuk e mbesoni. Edhe një i thjesht, nuk kam dërmend të them emra. E një i thjesht do ketë 2-3 hyrje në kullët. Ne do t'i kthejmë vetëm për familjet e shqiptarëve. Shqipëria do bëhet një vend turistik, si dimër dhe behar. Lumë ai që do rrojë në Shqipëri. Lumë ai që të 2 flamurët dashur shqiptar, të 2 flamurët të jenë kudo në tokën e Shqipërisë. Shqiptarët e mi, Amerika është me ju. Kushtetut e Amerikës është për ju. Kjo kushtetut
Nëse ju jeni të rinj nuk e kuptoni kanuni, ligji i kanunit, pyesni familjen tuaj, pyesni gjyshrit. Nëse ju nuk keni moshë të vjetër, pyesni komshin. Çdo të thot kanuni, është një ligj, një për të gjithë, si në Amerikë. E shihni edhe në Amerikë, dashur shqiptar, nuk pyetet ligji se ti je president, se ti je senator, se ti je kongresmen, se ti je governor, se ti je kryetar bashkie. Ligji të kapi, s'ka mik, s'ka shok, drejtohet burgut. Qa do gabim të bësh? Nuk pyetet se çfarë shkolle e ke bërë, se kush je ti, por pyetet ligji kanunit. Pra ligji kanunit hyn që ditën e parë në fuqi, të dashur shqiptar. Pra, erdhi koha e juaj. Ky program, që në faqen e parë, është programi dhe hartën që se ka asë njeri. Kjo hartë tashi është përndarë në për universitetet. Kjo hartë do tjetë në Shqipëri. Unë i them përfundimisht, po i them politikës të Kosovës, sidomos kryeministrit që ndodhet për disa ditë apo për disa javë. Kurti, dil me flamur e Shqipërisë, për ndryshe nuk e ku vetë. Parlamenti i kesh në Kosovë, Zoti Ramush, merre flamur e Shqipërisë këtë flamur dhe shkon në parlament dhe vere në parlament. Ti ke qenë në UÇK, ke luftuar pa marrësi se shton për ty, sepse ke vëllezër të vrarë, ke punuar vërtet me shpirt për të qiruar Kosovën. Unë e di që ti si harron karavanin që nga Kosova, që nga Prishtina e në Tropoj, nga Tropoja e në Vlorë, e në Korçë, kur nuk vajtën vëllezërit tonë kosovar, në Përdëbor, zbathur. Ne kemi 2 tragedi të mëdha. Një e kemi një histori me Çamrët në 44, e tjetra është më 99 me kosovarët. Çamrit duke vrarë që nga Greqia, në tokë e tyre, në toka e lashtë e tyre, deri në ullishtet e Vlorë, duke qarë me bajanet femrat shqiptare për t'i nxjerrë fëmijën, për të mos ketë me të rinj, ashtu i ngjau dhe kosovarëve shqiptarëve tanë, që nga Kosova Prishtinë, zbathur në dëbor, me qerre, akoma në shekullin e parë, me qerre vinin më kem, zbathur. Sot, ata janë nga 50 vjetë, janë bërë ata fëmijë. Pra dashur shqiptar, student, kudo që ndodhi në Shqipëri, student, kudo që jeni në për Evropë, në shkollat, e janë i sa më parë. E janë i sa më parë të gëzojmë Shqipërinë. E janë të mbushëm tiranin e tiranesve, tiranin e shqipfolsve, tiranin e hajdutve, tiranin e mizave të kalit, të mbushëm me Shqipërinë, me njerëz, me intelektuar, të vinë me miliona, të pusqeshin njeri me tjetrin, të takohet vëllai me vëllain, të takohet komshia me komshin, t'i lem hasmërit, të fillojmë një jetë të re. Toka jonë është një tokë që çfarë nuk ka, një tokë e pazbuluar, të dashur shqiptar, të gjitha të mirat i ka, të lozën me njerëzit shqiptarët, të gëzojnë, të martojnë të rinj, të kenë fëmijë, të shtojmë sa më shumë, të martohet vajza me djalin, ashtu si që kemi zakon, ashtu si që është kanuni, ta përsëritë me njëherë. Hasmëria që është bërë në veri, janë shumë hasmë dashur shqiptar, Leri Minjan, është bërë qëllimisht për të vrarë ju, për të vrarë fisin shqiptar. Jepni dorën njëri tjetrin. Jepni dorën njëri tjetrin të shihni një ditë të bardhë, mja me vrasje. Të dashur shqiptar, fjalën e fundit e kam, e di që më thoni, që kohët e fundit po i shëgoj, më thoni, Amaro Pilinçi, s'po arrestojnë, o shqiptar, ju që jeni për kafene, që ju thoni, të rinjtë e kuptojnë, do arrestojnë të gjithë. Do arrestojnë edhe ata njerëz
që janë në përkafene që bëjnë propagandë kundra shqiptarëve. Ata që rrinë, ata që majnë Republika në kokë, ata që kanë mentalitetin e sërbit e bolqevikëve, edhe ata dojnë në përburgje. Pra shqiptarët e mi, spaku po më dëgjon, e di fare mirë, byroja kombëtare e di fare mirë, shqiptarët e mirë mos dëgjoni lajmet, mos dëgjoni televizorët e atyre që janë moshë mbi 48 vjet, që janë gazetar e analist. Ata janë agent, ata u bëjnë për çarin ju. Mos dëgjoni ata që dalën në televizor, të gjithë janë të njëjti fytyra. Ndrojnë vetëm karriket, nga shkojnë, nga Top Channel, shkojnë në 24, Vizioni Plus, klani, i klaneve, pra shqiptarët e mi. Ngreuni, takoni njëri tjetrin, përqafoni njëri tjetrin, jemi shqiptarë, jemi një racë, jemi një gjak, kemi një komp që quhet Shqipëria me shqiponjën krenare. Shqiptarët e mi, përfundimisht, bani të dy flamurët. Këta janë flamurët e shpëtimit. Amerika është me ju. Mos dëgjoni se shton të tjerë. Nuk ka për të marrë njëri tokë në Vlorë e në Sazan, janë të shqiptarë, ato janë palavra. Ashtu do mblidhet parlamenti, gjoja shitur me vajzën e të quajturit president në Amerikë. Jo shqiptarët e mirë, sa tjetë patriotët, sa tjetë pilinqi, toka është e shqiponjave, toka është e shqiptarëve. Po e them në fjalë popullore, s'ka burr nëne të marri tokën e Shqipërisë. E s'kur të lindi edhe një president tjetër jo në tokën e Shqipërisë. Ato janë palavra. Në Amerikë, dashur shqiptari ka zënë haljet. Unë kam thënë e them, unë jam Amerikan 100%, jam shqiptar me miliona vite. Dhe do vdes në tokën time, që do quhet një Amerikë e vogël në zemër të Evropës që ne kemi krijuar. Natën e mirë të dashur shqiptar, miru pafshim nesër në orën 6, në qoftë se vonojmë disa minuta, s'kam qa bëj, shumë njerëz po vinë, sidomos këto ditë do vinë student nga të gjithë Shqipëria. E njëherë natë e mirë, rroft Shqipëria, rroft të dy flamurët kudo. Në tokën e shqiponjave, në tokën e Teutës, në tokën e Aleksandrit, në tokën e Piros, në tokën e Skënderbeut, dhe në tokën e shqiptarëve, të rinjve, intelektualëve, ata do të bëjnë Shqipërinë. Natën e mirë, e miru pafshim të dashur vëllezër, në orën